15 marsi shënon ditën ndërkombëtare të konsumatorit. Qëllimi i shënimit të kësaj dite është mbrojtja e të drejtave të konsumatorëve. Kryetari i shoqatës së konsumatorëve, Selatin Kaçaniku, thotë se jo vetëm në këtë ditë ai kujdeset për shëndetin konsumues të konsumatorit. Unë jam i mishruar me këtë ditë sepse që në 19 vite e udhëheq organizatën të cilën e kam themeluar vetë dhe të cilën e mbështes vetë me financa. Do me thonë, për 24 orë rreshtun, brengosëm, kujdesem për shëndetin konsumues të konsumatorit dhe natyrisht që për mua është shumë datë me rëndësi, jo vetëm 15 marsi dita botërore, por i gjithë marsi si muaj botëror i të drejtave dhe i mbrojtjes së qytetarit konsumator. Kaçaniku tha se secili konsumator duhet ta vlerësojë vetveten së pari në mënyrë që të tjerët ta bëjnë të njëjtën dhe e drejta e konsumatorit të mos shkelet. Ne, për çështjen e konsumatorit, për të drejtat dhe obligimet, për intereset dhe dinjitetin, sikur më shumë besojmë të tjerëve se vetes. Unë nuk jam kundër asaj që të besojmë të tjerëve, por jam kundër asaj që më shumë të besojmë të tjerëve se vetes. Domethënë, ne duhet ta bëjmë maksimumin për ta vlerësuar veten dhe për ta lartësuar veten si qytetar konsumator, sepse përndryshe nuk do të na vlerësojnë të tjerët. Domethënë, për të na vlerësuar të tjerët, ne së pari fillimisht dhe absolutisht idealisht duhet ta vlerësojmë vetveten dhe natyrisht ne jemi një origjinë shumë fisnike, jemi shumë krenar për origjinën tonë dhe natyrisht se duhet ta çmojmë ta vlerësojmë veten kudo dhe kurdo. Për bojkotin e ditës së sotme, Kaçaniku shpreh se ka pritshmëri të larta. Unë kam shumë komplimente, shumë lavdrata për këtë grup të rinj të rejash që janë ngopur me premtime dhe në shtyrjen e zbatimit të obligimeve mandatore të partive dhe qeverive. Ato kam përkrajën time, unë i përkrajnë në çdo moment, sado që më japin shansi të këshilloj, unë i këshilloj, dhe që nga momenti i parë, njësoj si që kam komplimentuar dhe përkrahur kolegë në Kroaci, si të parë në këtë aksion, në veçanti me shumë mirëkuptim i përkraj të rinjtë të reja të Kosovës. Unë pres shumë, sepse unë po shoh shumë rezultate dhe për këtë fillim ky bojkot ka dhënë rezultate markante dhe unë jam krenar me këto të rinj dhe të reja. Me 15 mars 1962, presidenti amerikan John Kennedy miratoi ligjin për të drejtat e konsumatorëve dhe që nga ajo kohë vazhdohet të kërkohet e drejta e konsumatorit.